sepse do jetë juve se janë disa nga emrat potencial për ta marrë drejtimin e Partisë Demokratike, nëse do vi ky moment. Kur shpallën listat e kandidatëve në zgjedhjet parlamentare në mars, mos gaboj, në fund të marsit, unë kam vendosur disa emra të cilët mendoj që mund të kandidojnë. Ishte zonja Josefina Topalli, e cila u fut në listë të sigurt. Ajo për mendimin tim ka gjëra pozitive në aspektin e aktivizimit të saj në jetën politike. Pra, çfarë do të thotë? Zonja Topalli ka qenë kryetare parlamenti. Çfarë korrupsioni apo si ka bërë ajo korrupsion, nuk mund t'i gjejnë dot. Edhe sikur duan t'ja bëjnë, se në Shqipëri jemi, këtu të nxjerrin edhe gjëra pa qenë, po t'i nxjerrin, thjesht sapo të bëhet ai PR-i i Andi reklamit. Por në aspektin politik, ajo u largua sepse largoi Lulzim Basha. Plus kësaj, ajo nuk dogji mandatet, sepse nuk kishte deputete. Ajo u oq nga partia sepse Lul Basha kishte plan që të pastronte të gjithë të Berishës, apo më mirë të gjithë të vjetrit, që ai të sundonte brenda dhe urdhëroi kush është rezultati, që Partia Demokratike është nga humbje në humbje, nga opozitë në opozitë dhe nuk ka më fitore dhe po bëhet si shoqat. Pra, zonja Topalli ka këto merita, pra kush është? Që nuk ka qenë pjesë për djegjen e mandateve, është larguar në momentin e dur dhe ka thënë te Berisha që po ky person do ta shkatroj partinë dhe është fakt konkret. Dhe ajo tjetra është që ka qenë kryetar i parlamentit dhe nuk ka indicie korrupsioni. Pastaj shkojmë tek zoti Luciano Boçi, një person me një integritet profesional dhe politik, i cili shkoi në Shkodër, e fitoi Shkodrën pavarësisht çfarë ndodhi, dihet shumë qartë çfarë ndodh në Shkodër, dhe përveç kësaj, ai legjitimohet tek demokratët të aspektit verior që të gëzoj një mbështetje veriore të Sali Berishës, por ai është jugor dhe mund të bëjë një punë shumë më të mirë që të marrë edhe nga jugu shumë demokrat. Kjo do të thoja do të ishte një ndër skenaret më të mira që Partia Demokratike të udhëtojë dhe gjatë një mandati të ardhshëm në opozit në pjesën jugore të Shqipërisë, nga një kryetar jugor. Kjo nuk do të thotë që unë them për diskriminim, jo, por unë dua të them që në klasën tonë politike dhe mënyrën se si populli jon ka skanuar politikën shqiptare, pra majtas dhe djathtas, na rezulton aktualisht që Saliu është verior dhe socialistët në qekan jugor. Dhe prandaj them që këto dy gjëra, pra këto dy kandidat, mundet të sjellin diçka ndryshe. Pra, në rast se nuk e fiton zonja Josefina Topalli, ta fitoj zoti Boçi. Në rast se fiton zonja Topalli, atëherë ta fitoj zoti Boçi, të humbasi ai dhe ai mund të jetë një drejtues më i mirë në aspektin e grupit parlamentar dhe të ketë një karrierë ose një qasje në karrierën e tij më të mirë brenda Partisë Demokratike dhe të afrojë jugorët demokrat dhe ata të cilët janë të një krau tjetër që të jenë më të përfaqësuar brenda Partisë Demokratike. Pra, duke marrë potenciale? Jo, sepse zonja Tabaku lavdron shumë nga qeveria dhe unë kush qeveria lavdron mbaj shumë rezerva. Pse? Sepse qeveria asnjëherë nuk mund të lavdroj krahun tjetër. Sepse ajo duket sikur unë po të them kush duat më jetë kundërshtari im. Dhe kundërshtari im kur ti ma citon që unë dua këtë person, e vlerësoj unë Tabakun. Pa këtë mund ta them unë që s'kam pjesën nga krahu tjetër, u them po e vlerësoj, po mua kur më del kjo si sken, nuk e vlerësoj, më nuk e marr më të miqë, se do duket luli i dytë. Dhe përveç kësaj, ajo derisa u bind në shumë vonesë që vula ose legitimiteti i Berishës ishte me vulën. Më fal, po ti nuk e përgjigjet atë stadium që mbushi Sali Berisha dhe Lulzim Basha me zonë mbushi tek Pallati i Kongresëve një sallën aty? Pra, kaq shumë kishe problem me shikimin apo me dëgjimin, nuk e dëgjoje. Që aty nuk ishte vula, nuk ishte vërteta, ishte vetëm përçarja. Çfarë bëri zoti Basha? Lu largu.
mori vull tjetër dhe çfarë bërë? Psoi atak politik. E kishte pësu me kohë, po tani e kuptoj. Në vend shkonte aty dhe të thoshte, unë nuk keq Sali Berishën nga Partia Demokratike, pse ma kërkon një ambasadore politike. Zonja Yuri Kim ishte takuar me zotin Ahmetaj, dhe zoti Ahmetaj është arratisur nga vetë partia e tij, e cila ka votuar reformën në drejtësi, ose zotin Erion Velin. Pra, për hir të një ambasador që punonte për planet e partisë së saj, Partisë Demokratike Amerikane, ndudesh që një parti politike shqiptare të digjet për një person i cili nuk ka lidhje me politikën shqiptare. Erdhi këtu, neti 30 vjet, shkatroi gjithçka, luli u bë pjesë lojës aty brenda, dhe normalisht për mendimin tim, zonja Tabaku, zoti Gazmend Bardhi, dhe disa deputet të tjerë, ky Hoxha, ky një Kuksit, i cili edhe ai u desh me shumë kohë, Berisha e futi në vend të parë, këto janë qoka të cilët paguan. Edhe po i paguan Berisha. Qoka që të bashkojë partinë. Pavarësisht çfarë vendimi kam unë, që ata duhet të zhduken nga aty brenda. Por ama Berisha bëri diçka më të lartë se sa kam unë mendimin. I afroi për të bashkuar partinë. Pra, po t'ishte interesi personal, ai duhet i kishte hequr. Ti çonte te luli. Çfarë bëri? I bashkoi, i mori me vete. Kjo tregon leadership në momentin e dur, në atë kohë që Berisha psoi këtë goditje. Por tani e tutje duhet të ndryshojë. Çfarë duhet të ndryshojë? Tani zoti Berisha duhet të gjejë mënyrën se si do të ikë nga drejtimi i partisë, jo nga partia, sepse Berisha dhe PD-ja janë më demokratike se PS-ja, sepse në rastin që shkojmë tek PS-ja, shikoni ju sa herë ka ndryshuar kryetar PS-ja dhe sa demokratike është ajo parti brenda llojit. Nuk ka. Pra, Berisha duhet të garantojë modelin e ri të largimit të tij nga drejtimi i partisë, por jo të vi i komanduar dhe i deleguar nga krau kundërshtar. Pra për mua zonja Tabaku nuk meriton derisa të pendohet drejtimin e Partisë Demokratike. Kush mendoni ju se do ja haj kokën në thonjza kryeministrit Edi Rama brenda partisë të vet? Zoti Veliaj, në rast se ka guximin, mund t'ja haj kokën, por më lejoni t'ju them diçka. Është e paimagjinueshme për mua të mendoja se zoti Berisha, zoti Meta nuk kanë pasur një letër A4 që të hajnë kokën Edi Ramës. Është e paimagjinueshme për mua këtë gjë. Pse e them këtë? Sepse është të ikin të gjithë ty ministrat në burg dhe ti nuk e bërë asgjë, dhe bashkëpunëtorët e tu, për shembull zoti Veliaj dhe zoti Meta, të mos kenë një letër kundër teje dhe ti të kesh mekanizma që ti gjesh letra kundër këtyre, do të thotë o këta pas kanë vjedhur në mënyrë absolute dhe ti çeke shenjtor, o keni vjedhur bashkarisht dhe dikush duhet të bëhet kurban thjesht për të justifikuar diçka tek populli. Çfarë do të thotë? Për shembull, zoti Meta vjen nga Partia Socialiste, pra zoti Meta është komunist. Nuk është zoti Meta demokrat, nuk ka në kuptimin e pra i djathtë. Sepse këtu në Shqipëri kemi një problem. Kur themi demokrat, nuk kupton që duhet të jesh djathtas. Demokrat ka tjetër koncept dhe majtas, mund të jesh majtas, po ti kesh filozofi demokrate. Pra, të thuash që dua të zgjidh kryetarin, nuk ma delegoj udhëheqja e partisë ose bloku i partisë. Pra, në këtë koncept, unë them që Partia Socialiste, zotit Rama do t'i haj kokën në momentin kur do të mbaroj pushteti dhe paraja. Do më thoni ju që paraja mund të mos të mbaroj, por pushteti mund të mbaroj. Ose anasjetës mbaron paraja dhe nuk mbaron pushteti. Po unë ju them këto dy faktorët, në qoftë se mungon njëri nga këto dy faktorët, normalisht Partia Socialiste nuk ka më të ardhme. Dhe Partia Socialiste do të goditet
nga vetja e saj dhe asnjëherë në faktor të jashtëm përtej saj. Pra zoti Veliaj, po ka guximin, do të godasë zotin Rama. Por zoti Veliaj akoma ka shpresën e të huajve të cilët duan dhe do ta bënin ata kryeministrin e Shqipërisë. Por në rast se zoti Veliaj akoma mendon në këtë formë, në këtë mënyrë, në këto kushte që jemi sot, dhe sot do të kemi gjykimin në apel për ndryshimin e masës së tij të sigurisë. Në rast se ndryshon masa e sigurisë, do të thotë që zoti Veliaj që ka i fort edhe brenda Partisë Socialiste, që në këto kushte që jemi nga ana juridike, në rast se ndryshon sot masa e sigurisë ndaj zotit Veliaj, që është e pamundur se gjithë ky investim që është bërë nga zoti Dumani dhe zoti Dado ka qenë e jashtëzakonshme. Asnjëherë nuk kam parë prokuror të kyçi në burg dhe në fund fare të vendosit dhe përgjues që ti të futesh brenda dhe mos të kesh nga ku të dalësh. Vetëm për zotin Veliaj është bërë ky rast. Nuk është mbrojtje ndaj zotit Veliaj, se mendimi im për zotin Veliaj është thënë edhe nuk do ta përsëris, por ama të vetmin politikan që kanë marrë edhe kanë fut në biruc, e kanë përgjuar, e kanë degeneruar me fjalën më të thjesht popullore, është zoti Veliaj. Në rast se zoti Veliaj sot e ndryshon masën e tij të sigurisë, kjo do thotë që zoti Veliaj është më i fortë se zoti Rama. Dhe i kanoset një rrezik zotit Rama. Pse? Sepse zoti Veliaj i thotë zotit Manja që unë do ta bëj atë me fol me veten. Nuk them çfarë ka thënë, por me fjalën popullore do bëj të flas me veten. Kjo do të thotë që brenda llojit të nderuar ka prova, ka fakte. Nuk është e thënë me të kem një provë që të flasi vetë. Ka të bëjë dhe indicia provë që të çon tek prova e vërtet. Tani, sa javë do të jetë zoti Veliaj të këpus kokën e zotit Rama, kjo mbetet për tu parë. Unë besoj që brenda vetes të ketë reflektuar dhe të ketë kuptuar me vonesë, për ky është mesazh për të tjerë që janë në jetën politike shqiptare, dhe për ata të cilët do futen nga shtatori në parlament, ta ulin pak nivelin më poshtë, sepse politika nuk është ashtu siç edhe Velia i thoshte, unë do jem e ardhme e PS-s dhe pa ku është tani. Por edhe për të gjithë të tjerët, politika bëhet me këmbë në tokë dhe jo në ajër. Zoti Veliaj i kishte këmbët në ajër derisa para se të fuste në burg. Në këto kushte që jemi sot, uroj që ai të ketë reflektuar dhe uroj që grupi i tij të jetë pranë tij. Në rast se zoti Veliaj grupin nuk e ka dhe zoti Rama bën shitblerjet më të mira dhe fantastike, ashtu siç është parë shumë herë që i bën, normalisht zoti Veliaj do të ketë rreziqe, por në rast se zoti Veliaj ka guximin, ai do të jetë kurbani politik në Shqipëri, por dhe ai që mund të godasi Ramën brenda burgut. Por a do të jetë i sigurt zoti Veliaj për jetën e tij brenda burgut? Kjo mbetet për tu parë në rast se do të jetë kaq shumë guximtar dhe trim, sepse trimi nuk është të kesh një me mikrofon edhe të akuzosh kundërshtarët politikë dhe të thuash qytetarëve që kështu po bëjmë shtet ne, dhe ndërkohë ti kishe bërë namin duke bler librat me gruan. Dyshohen gjithmonë se libra blenin ata. Por nuk mundesh ti të na bësh moralin dhe moralistin kur ti brenda partisë tënde kanë dalë më shumë se sa burgaxhi në gjithë Republikën e Shqipërisë. Të paktën një ndjesë publike për atë çfarë ka bërë, të bëjë zoti Veliaj. Por kjo do të thotë që edhe brenda PS-s. Unë brenda PS-s them që zoti Rama nuk do të jetë në gjendjen apo në mundësinë e mirë për karrierën e tij politike 83 mandate, sepse nuk flitet a do t'i prihet koka zotit Rama. Ai shëndet e mirë të jetë, po me thoj se e tham këtë. Por a do qëndroj Partia Socialiste e ekur, e fort,
pas Ramës. Sepse e gjithë ky debati që ne duhet të fillojmë dhe të bëjmë tani e tutje, nuk është sa e fortë është PD-ja që të gjej rivalin brenda sajt, por sa e fortë do të jetë PS-ja të gjenerojë fuqinë e sajt pas një mandati të jashtëzakonshëm që do të ketë pas shtatorit. Sepse në rast se PS-ja do ta mbajë deri në fund këtë mandat 4 vjeçar, duhet të keni parasysh që nesër në një krizë të kontrolluar financiare të ndodhi vendit ose një rrezik t'i kanoset vendit, zoti Rama, lavazhjerët analistë që kanë për ekrane të ndryshme, që i bëjnë fresk nga mjesi deri në darkë PS-s, nuk mund të gjenë fjali që të thënë që fajin e ka opozita në tërësi, sepse faji do qëndroj tek Partia Socialiste. Në rast se buxheti shqiptarit fillon edhe shtrëngohet dhe nuk do të ketë para shqiptari për familjen e tij, nuk do pyesi sa i bukur është Rama dhe sa barcalete thotë Rama, por do ndëshkoj politikën Rama, sepse i dha mandatin ashtu siç ja dha, me vjedhje, me zgjedhje të ndershme të pandershme, por Rama kërkon që të ketë një qeverisje të drejtë dhe të mirë. Prandaj pyetjes tuaj, kokën ja han Veliaj apo dikush tjetër, unë mendoj që Ramës dhe Partisë Socialiste në një moment afat gjatë, sepse shqiptarët ne jemi mësuar të mësojmë me afat shkurtër, po unë them afat gjatë, kokën Partisë Socialiste do t'ja hajë vetja vetë pushteti dhe korrupsioni. Dua të ndalem pak tek drejtësia. Spaku ka ndërmarrë disa operacione të rëndësishme kohët e fundit. Si e vlerësoni ju punën e këtij institucioni dhe a mendoni se Spaku ka kapacitetet e nevojshme për të përballuar presionin politik dhe për të kryer hetime të pavarura? Së pari duhet keni parasysh që unë me Spakun kam rezervat e mia, sepse Spaku punon si një institucion i cili nuk ka në zbatim kushtetutën e vendit dhe ligjet, por është thjesht një institucion i cili është shpikur për të prodhuar statistika dhe për të bërë sikur po bën punë, por në realitet Spaku nuk bën asgjë. Fakti konkret, në këto zgjedhje Spaku bëri aksione duke publikuar aksionet. Vetëm kompanitë bëjnë publikim reklami për produktet e tyre se duhet të shiten. Spaku të publikonte aksionet për të njoftuar grupet kriminale vetëm në Shqipëri bëhet dhe ishte fakt konkret që ndihmoi Partinë Socialiste për të marrë mandatin e saj të 4 dhe në mënyrë të jashtëzakonshme 83 mandate. Pra puna e Spakut për mua ka qenë gjithmonë në kundërshtim. Pra, unë kam kundërshtuar Spakun, sepse Spaku nuk ka punuar ashtu siç duhet. Rezervat e mia janë thelbësore dhe nuk janë sipërfaqësore për individ. Nuk mundet që brenda të i qeken 20 shenjtor dhe ne të qekemi djalli. Është e pamundur kjo gjë. Dhe nuk mundet që kur zoti Rama kërkon që të ndëshkohet dhe të arrestohet zoti Meta dhe zoti Berisha, Spaku shkon edhe procedon dhe arreston zotin Berisha dhe zotin Meta. Pra, nuk mund të them se jam pikërisht për këto individ, dhe nuk mundet për shembull Spaku të arrestoj për statistika grupe kriminale dhe pas shumë kohësh mos t'i gjejë atyre asnjë fakt dhe të kalojnë afatet e paraburgimit dhe mos t'i kërkojë asnjë falje publike atyre të cilët arrestojnë. Nuk mundesh të arrestosh ti polic të gradave të larta, sepse dyshon ti që ai nuk ka punu për partinë, jo se ai është korruptuar për një lloj aksidenti. Pra, po të jap të gjitha këto duke i parë se si rast, do më thoni ju mua, pse avokat nuk ka krim në Shqipëri? Ore ka krim në Shqipëri, po ka luftoje dhe kape në flagrancë. Mos prit ti derisa të vi letër porosia, derisa të zgjohen italianët, të japin ty okay që të arrestosh një grup kriminal në Shqipëri. Po m'fal, ai bënte veprimtari kriminale dhe ti prisje letër porosi nga Italia, ku ndërkohë ishit në monitorim të hajdutëve me thonjza.
Pra kjo është e pa imagjinueshme. Nuk imagjinojmë dot në kodin e procedurës penale të bëhen këto gabime fatale të qëllimshme. Nuk bëhen këto gjëra. Prandaj për mendimin tim SPAK-u nuk ka realizuar objektivin kushtetues. Partjak dhe statutor po. Zoti Dumani, unë e besoj dhe jam i bindur që nesër në një moment mund të shkojë dhe të bëhet jo kryeministër, jo kryetari i Partisë Socialiste, deputet, president Republike, sepse kaq shumë se sa ka ndihmuar zotin Rama, zoti Dumani, nuk besoj ta kenë ndihmuar ata që mbledhin vota për Partinë Socialiste. Që do të thotë për shembull, zoti Dumani ka dëgjuar asamblenë e zotit Rama dhe ka futur në burg Ilir Metën. Ka futur në burg njerëzit të cilët pastrojnë dhe ndihmojnë zotin Rama për të shkuar zoti Rama atje ku duhet çfarë të ketë pushtetin. Çfarë ka zoti Rama? Pushtetin, dhe këtë gjë e ndihmon dhe zoti Dumani. Prandaj për mendimin tim, ajo që unë them dhe të jemi realist është që zoti Dumani dhe SPAK-u ka ndihmuar kaq shumë zotin Rama se sa lavazhjerët e SPAK-ut mos të dalin më të na thënë sa i fortë është SPAK-u që po pastron klasën politike. Se nuk mund të imagjinoj unë dot që ky SPAK të pastroj klasën politike dhe brenda Partisë Socialiste të arrestojnë njerëz për korrupsion që është bërë në kohën kur qeveris Partia Socialiste. Është e pa imagjinueshme kjo gjë. Dhe përveç kësaj, lavazhjerët e SPAK-ut, që ata janë lavazhjerë të pa imagjinueshëm, kur arrestonte ai Sali Berisha dhe Ilir Meta, çdo gjë ishte në rregull, kishin një drejtësi, dilshin disa që janë me thinja, që çuditërisht këta kanë qenë deputet të Berishës, kanë bashkëpunuar me Berishën, kanë bërë koalicion me Ilir Metën, kanë bërë koalicion me Berishën, kanë hëngër, kanë pinë në kurriz të shqiptarëve dhe sot i ketë të gjithë ata tashuar pranë pushtetit dhe bëjnë lavazh tek SPAK-u, duke thënë sa i mirë është SPAK-u. Kur u arrestuarën Velie këta lavazhjerët, fillën thotë, po s'mund të punoj me dy standarde. Po mirë, Berishën dhe Metën i kishën në burg, se arrest të shtëpi burg është pavarësisht se e ke në shtëpi, po ma siguri është ndaj tij. Edhe Metën në mënyrë makabre, arrestim ai nuk u quhet arrestim. Dhe tani që u arrestua Erion Velie, dolën të gjithë lavazhjerët këta të shqyerit që kanë shqyer buxhetin e popullit shqiptar dhe normalisht thonë që fajin e ka Saliu dhe Ilir Meta dhe jo Edi Rama, por këta lavazhjerët dalin edhe na thënë që sa i mirë është SPAK-u. Pse e bën këtë gjë? Që populli nga urrëtia që ka për gjithë klasën politike, kur bën këto arrestime, ulet urrëtia dhe mlefi që ka populli, dhe kjo bëhet për shkak të një PR-i. Çfarë? Ulja e këtij agresivitet që ka populli ndaj klasës politike legjitimon aktualisht qeverisin aktuale, sepse ulet urrëtia. Në rast se urrëtia do ishte shumë e lartë, nuk do të kishim këtë raport në zgjedhjet e 2011 majit. Prandaj SPAK-u ka qenë faktor kryesor që në këto zgjedhje u bë kjo masakër dhe përveç kësaj, më lejo të them për SPAK-un edhe gjë tjetër, dështuan partitë e reja politike, të cilët i bën nga mes deri në darkë fuçe dhe lavazh SPAK-ut. Doni emra, Lapaj justifikohet me gjithë këtë korrupsion që SPAK-u të çojë 83 mandate Partinë Socialiste dhe zoti Lapaj të marrë një mandat? Duhet reflektoj zoti Lapaj. A ishte drejtësia kjo amerikano-kinezo-australiane apo ishte kanadezo-afrikane? Zoti Lapaj duhet na thotë, e beson SPAK-un apo jo? Zoti Shabani, i cili krenohet nga mes deri në darkë dhe ai futa në burg Beqen, bëra Beqen, ka Beqen dhe e lançon nga mes deri në darkë te SPAK-u. Ore nderi bëre Ramës që spastroi Beqen. Çfarë bëri ai? Pastroi Beqen. Pastaj del Këlliçi, thot futa në burg Velien. Ore nderi ke bërë Ramës sepse në burg e futë Velien edhe e hape rrugë Ramës që të ketë edhe bashkinë tani. Pra, të gjithë këta jetojnë në një jetë kaq shumë imagjinare, se sa janë kaq shumë, o ne jemi naiv, o ata janë shumë të zgjuar. Por
krenohen duke fut në burg kundërshtar politik dhe asnjëri prej tyre nuk thot një falje publike te populli jon, ti thot, zotrin, ne dështuam se morëm nga një mandat, se ky ishte sistemi, por dështimi dhe ndëshkimi kryesor duhet jetë tek SPAK-u, i cili legjitimoi masakrën zgjedhore në 11 maj. Nuk legjitimohet dot që zoti Lapaj të marrë një mandat, zoti Shejaj, tjetër lavanderi aty, me 2 mandate dhe po ikën edhe një mandat, tjetër lavanderi aty. A keni ju vite kuqe që tha në parlament, ja thoshte Dumanit me testër partie, edhe i thoshte a keni ju vite kuqe. Kuptoj që ka vite kuqe, edhe nuk heqim në dorë nga SPAK-u. Ore, SPAK-u ja ka legjitimuar Ramës zgjedhjet dhe SPAK-u për shkak se ka legjitimuar Ramës zgjedhjeve, SPAK-u shkon tani te krimi i organizuar. Si gjithë kësaj kohë nuk na dilshin ato konferencë për krimin e organizuar dhe shkon te krimi i organizuar. Prandaj për mendimin tim, zoti Lapaj, zoti Shabani, zoti Shejaj të kërkojnë falje publikut shqiptar që dështuan dhe mbrojtën kaq shumë SPAK-un duke u konvertuar votat që ata marrën nga një mandat. Ky është mesazh i qartë që lavanderinë ose më mirë lavazhierët e SPAK-ut duhet kërkojnë ndjesë publike të qytetarët shqiptar dhe SPAK-u për mendimin tim nuk legjitimohet jo thjesht të nxjerrësh zgjedhje të pavlefshme sepse nuk ka atribute legislative në këtë aspekt, por edhe sikur të bëj arrestime të tjera, unë do të shikoj arrestime gjithmonë në favor të zotit Rama dhe edhe sikur zoti Rama të thirret nga SPAK-u, do bëhet me një qëllim. PR-i. Çfarë do thot? Ani, unë i forti, ky ka 83, po unë duhet të jem i fortë. Po e thrasë të zyra, që gjithë populli thot, e thirri, maskare, qa thoni ju, po e thirri. Jo, thirrja është PR, është marketing, është ajo çfarë unë shikoj që SPAK-u punon me recetën e Partisë Socialiste, ashtu siç punonte Partia e Punës, që kur ishe me partinë, ishe me kryetarin, pra me sekretarin, me Enverin, dhe kur flisje diçka për shoqërinë, për kolektivi, u bëje armiku i partisë, pra armiku i popullit. Kur ishe me partinë, ishe i partisë. Kur flisje për popullin, për diçka dhe në interes të popullit, u bëje armiku jo i partisë, i popullit, pra të merrte gjithë tufa me vete përpara. Prandaj SPAK-u është një institucion që në vend të ishte kushtetues, është bërë institucion që zbaton statutin e Partisë Socialiste. Avokat, unë ju falenderoj shumë për kohën dhe intervistën që do ju dha. Edhe ju falenderoj për ftesën.